12 qershori shënon plot 34 vite nga krijimi i Partisë Socialiste, por ndryshe nga çdo vit tjetër, festa simbolike që socialistët organizojnë në oborin e Selistroz është shtyrë për një javë më pas. Në 34 vite demokraci, socialistët e kanë qeverisur vendin për 20 vite dhe kanë nisur rrugën për një tjetër mandat 4 vjeçar. Ndonse ky përvjetor për socialistët do të kishte më shumë arsye për të vestuar me një mandat të 4 radhazi dhe aspiratën për të integruar vendin në Bashkimin Evropian, gjatë qeverisjes së tyre 12 qershori e gjen Partinë Socialiste ende në organizim. Kryesocialisti Rama u mjaftua në këtë ditë me një urim në rrjetet sociale. Me këtë simbol të flamurit të socialistëve progresistëve shqiptar që në këtë 34 vjetor të valvitjes së tij është ngjitur më lart se asnjëherë, fal 857.177 zemrave, të cilat u bën bashkë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, ju uroj gëzuar ditëlindjen e Partisë Socialiste. 34 vjetori i krijimit do të kremtohet pas një jave, më 19 qershor në Selinroz, një mbledhje simbolike për të trokitur godat me të vjetrit e të rinjt që i bashkohen Partisë Socialiste. Një ditë më pas në 20 qershor, Partia Socialiste do të nisë zyrtarisht edicionin e 3 të Akademisë Politike, por këtë herë për të trajnuar deputetët e zgjedhur të 11 majit, që marrin për herë të parë një mandat deputeti. 54 janë deputet të rinj, por vetëm 39 prej tyre që nuk janë ulur më parë në poste të nivelit të ministrave, zëvendës ministrave apo kryetarëve të bashkive, do të ulen në bankat e shkollës verore, ndërsa elektori i tyre i parë do të jetë vetë kryeministri Rama. Kursi deputetëve do të jetë intensiv çdo fundjavë deri në fund të muajit korrik, me gradën e vjetër të socialistëve që ndër vite kanë mbajtur pozicione drejtuese në Kuvendin e Shqipërisë të grupit socialist. Partia Socialiste u themelua më 12 qershor të vitit 1991, ndërsa kryetari i saj i parë u zgjodh Fatos Nano, që e drejtoi deri në vitin 2005 për t'ia lënë më pas stafetën Edi Ramës, i cili është në krye të kësaj force politike prej më shumë se 2 dekadash. Partia Socialiste është edhe partia e cila ka qeverisur vendin më gjatë se çdo forcë tjetër politike në 34 vite demokraci. Socialistët morën drejtimin e vendit në vitin 1997 deri në vitin 2005 për 8 vite. Partia Socialiste u rikthye në pushtet në 2013 me në krye Edi Ramën, i cili qeverisi prej 12 vitesh vendin, ndërsa më 11 maj mori mandatin e 4 qeverisës dhe besimin për drejtuar vendin deri në vitin 2029. Në 34 vite demokraci, socialistët e kanë qeverisur Shqipërinë për 20 vite.